çmimet e biletave, sepse e bëhet luftë për të gjetur një letër magjike për të qenë në stadiumin kombëtar për ndeshjen me Serbinë. Çmimet e biletave për ndeshjet me Serbinë. Tribunat këndore, pra 2.000 lekë, sepse të reja 20.000 lekë të vjetra, tribunat pasporte 3.000 lekë, pjesa e sipërme, tribunat 100, 200, 300, 708, me radhë deri te 209, 9.000 lekë të rinj, që i bie 90.000 lekë të vjetër, tribuna qendrore 104, 105, 106, 15.000 lekë të rinj ose 150.000 lekë të vjetër, tribuna tjetër, ku jemi, tek tribuna W102 dhe W106, 25.000 lekë të rinj ose 250.000 lekë të vjetër, tribuna W103, W105, 20.000 lekë të rinj ose 400.000 lekë të vjetra, 400 goxha, është 400 ble shumë gjëra për shtëpinë, po të shkosh të psonisësh. Çift 800.000 lekë. Nuk e di, po ta mbushësh, e mbush frigoriferin plot me 400.000 lekë. 5 ditë në Bregdet. Si? 5 ditë në Bregdet. Tribuna W104, 50.000 lekë të rinj, kjo është e vipave. Ishte Godaverës. Këtu është tjetër këtu. Por shumë dhe Godaverës. 500.000 lekë të rinj. 500.000 lekë të vjetër, 50.000 lekë të rinj. Kjo është pasaj, me që nëse nisë me detin, kjo është pasaj që shkosh në Bodrum një javë me këtë të fundit. Të rish në Bodrum, në Trushit. Ma se nuk shko do të me 500 euro në Bodrum. Shkon, qift një javë, po. Në këto momente flasim. Po më mirë shkosh në Bodrum, atë ndikësh ekipin kombëtar. Jo, për mua do ishte më mirë të ndiqja ekipin kombëtar, por unë kam të pamundur. Federata ka këtë produkt. Dhe njerëzit vetëm kërkojnë bileta. Stadiumi aq është njerëz, sepse ato mbas portës janë blokuar ato aty. Nuk është problemi tek çmimet. Dhe tek këto çmimet që ka vënë, unë nuk do ta kisha këtu problemin, sepse ai që do që të qëndrojë ajo që tribuna 12 W103 le ta marrë atë biletën. Unë nuk e kam këtu. E kam te sistemi dhe mënyra se si po shpërndahen këto bileta. Unë aktualisht kam aplikuar, jo për veten, po për nipin tim dhe miqtë e tij që duan ta shohin ndeshjen me Serbinë, dhe unë nuk e kam të sigurt nëse këto bileta unë do t'i marr nesër pas nesër. Sepse në atë vend ku unë kam aplikuar, mund të kenë aplikuar edhe 100 vet të tjera, 200 vet të tjerë. Kështu që ajo do përzidhet thotë rastësisht, sipas federatës, nëpërmjet kompjuterit, do zgjidhet rastësisht dhe fituesi ku është probabiliteti që unë ta fitoj është 0. Unë ngelem jashtë për ta parë. Si është kjo rezervimi dhe pastaj si shikohet? Unë aplikoj, rezervoj 4 vende, deri në 4 bileta kam të drejtë ta bëj, dhe pastaj pres kur të hidhet shorti, është me short këtu muhabet, pra kështu ka ta ndisur këtë gjën. Pres kur të hidhet shorti, mirë po për atë vend mund të kenë aplikuar 100 vet të tjerë, 200 vet të tjerë, ku di unë, 500 vet të tjerë. Kush do e marrë atë vendin që unë kam aplikuar për 4 bileta? Kjo është pastaj është për të vënë duart në kokë, është skandaloze. Nuk është një gjë e madhe. Dortmund Barcelona, stadiumi madhe 78.000 kishe jashtë kapacitetit, kishe 300.000 kërkesa për bileta. Që të në duen 4 stadiume dhe që të mbushim gjithë kërkesat e tifozëve. Më ndjes, se të ndërhyja. Kush është i zotit, të hidhen këto çmime, le të jenë këto çmime, të hidhen online, kush të i zotit, mi shkathë, mi shpeti, le t'i marë. Por jo të më lështi mua në pritje dhe unë nuk e kam të sigurt hyrje në stadium. Dakor, të hidhe online edhe kujt i kapi kush ta kapi, bravo qoftë. Po jo unë jam në pritje dhe nuk e kam të sigurt. Ti nuk je dakord me pritje që bëhet. Patjetër, kjo është tallje. Po është tallje, pra unë kam aplikuar dhe unë rrit tani pres kujt i bie 10-a. Tash kjo si ku po marrin vizën amerikane. Skandaloze. Po fiks, po marrin vizën amerikane. Fiks është diçka. Po dashur me fol për shumë për këto mënyrën e gjetjes së biletës, unë do të flisë pak për çmimet që janë është pak t'i quash skandaloze.